mos besimi ndaj qeverisë, ndaj institucioneve, prandaj ka ndonjë protestë. Protesta është krizë besimi, është mungesë legitimiteti. Në kohë kur bëhet protesta për mosbesim ndaj qeverisë e kërkohet largohet kryeministri, ofrohet si ofertë, si slogan besa. Dhe kjo është vazhdim. Neve na kanë hakeruar jarnjanët, kemi dështuar me sistemin tonë të qeverisjes elektronike, sot u arrestua një ndër protagonistët në Francë, duke u parë duke spionuar pretendohet se ka spionuar. E kemi njerëz dhe akshit, i kemi hyrje dalje në prokurori. Ishte si në për filma? Si filma 007. Pa i njeri ai ka pas çelsat e sistemin ton të informacionit, të radhënave. Dhe mu në këtë kohë kur ke këtë super krizë, do të thënë që është sulmi më i madh kibernetik i bërë në ndonjë shteti. Pra dështim jashtëzakonshëm me sigurisë kombëtare. Dhe kur futet pastaj kriminalizimi në nivelin më të lartë është dramë, kryeministri shpall diellën, ministrin e parë AI. Pra sa më madh mashtrimi si taktik për të mbuluar dështimin që shumë i madh. Kemi rënë më të madh në Pisa. Aty flitet pastaj për revolucion digjital. Pisa është testi i OECD-s për arsimin. Rënë më të madhe ka pas Shqipëria këto vite. Kemi për shembull rastin e paprecedent që bllokohet projekti i Pardit. I paprecedent, s'ka dhënë asnjëherë. Mund në mes procesit. Qeveria jo vetëm që s'marr përgjegjësi edhe si llogari, por bën festivalin ndërkombëtar të agroturizmit. Jo s'ka ndodhur, në Shqipëri s'ka ndodhur, se Greqia i ka në burg ata të Pardit. Jo, nuk është ndërprer projekti asnjëherë në mes. Qartë për qartë. Dhe jo një vendi në aksesion. Sepse kemi njerëz të burg, kemi ministra në burg në Greqi. Ka pafund projekte të politikës së përbashkët të bujqësisë që kanë rezultuar në abuzime edhe në futje në burg. Por në kuadër të IPA-s, në procesit të vendit që po hyn, nuk është ndërprer kur në mes. Sa shumë që s'ka shkelje. Tash nuk është ndërprer asnjë projekt në mes ndonjëherë. Tu ndërprer në mes. Pra jo vlerësim pasi përfundoi dhe pastaj merre vendime mos me rinovu, por këtu ndërprer në mes edhe po diskutohet për të kërkuar edhe kthim prapa. Edhe këtu e ke gabim. I par cili vend i IPA-s e ka pasur problem? I par dyshim nuk është ndërprer, i par treshi u pezullua. I par dyshi është mbyllur. I par treshi është pezulluar 146 milionë në gjithë para. Pra është ndërprer pra. Po ç'është gabim? Treshi është në proces. Dyshi u mbyll. Ky që vodhen që thua ti dhe unë jam dakord me ty, është mbyllur. Ata që i kanë marrë, kanë kërkuar paratë. A është ndërprer tani? I par treshi është ndërprer. Sepse janë të gëzuar entuziastë me arritjet e qeverisë. Sepse organi Olaf që quhet, që bën hetimet në Shqipëri, ka gjetur disa shkelje, sekondë gjetur. Pa përfillshme aty disa qindra aty raste janë njerëzve me lidhje politike. Po ta dish ta janë, nuk do ta quash me dorë, do ta tregosh sa është saktësisht. Tjetër. Flas për korrektesë, nuk ka se kam ndonjë gjë. Neve kemi individët më të afërt të kryeministrit. Zvenc kryeministri i parë i arratisur, zvenc kryeministri tani është me ballafaquar me akuzat rënda, ministra brenda, deputet brenda burg, dhe kryeministri shkon e thot, unë do jap leksione se si bën prokurorimi publik i Gjermanisë. Pra kjo është që thua diferenca. Këtë është gropa, këtë ndërtohet mali i iluzionit. Dhe në këtë rast është situata e ngjashme. Situata ku ne kemi një krizë të mosbesimit dhe kryeministri për shembull sot pati intervistën në Channel 4, një në televizionin kryesorit britanik. Ajo thoshte gazetar kam parë Çimento. Kryeministri thoshte, më beson mua apo syve të tu gënjeshtarit thoshte. Pak a shumë. Sa ishte në kuptimi, si Groucho Marx. Sa ai ka këtë batut. Sepse i thoshte, ajo thoshte unë kam parë me sytë e mi, çfarë bën në ndërtime. Kjo është situata. Dhe për sa kohë mendoj që gjithçka, çdo grop mund të zgjidhet vetëm me slogane, me parulla, me deklarata, me nisma, me platforma, me dëgjesa, me kësaj lloj formash, këtu nuk kemi mirëfilli një reflektim. Se reflektimi do veprime, nuk do fjalë, nuk do propagandë. Dhe po shpresoj, edhe kisha shpresuar, edhe kisha dëshiruar që protestat të paktën të sillte disa shkundje të reflektimit qytetar, sepse në fundit po hymë në Bashkimin Evropian, në Bashkimin Evropian nuk është dramë dorëheqja, përkundrazi. Sapo e pam tani një rokat të brendshëm brenda Partisë Laboriste në Britani të Madhe, edhe pse është në Bashkimin Evropian, po flasim me parlament, është prapë Evropë Perëndimore. Starmi te kërkoi partia, këtu s'kërkoi partia dorëheqjen. Jo, është arsye edhe për shqetësime publike, sepse partia atje kërkoi partia i tha që nuk e ka udhëhequr atë që duhet të udhëhiqë. Këtu ministra do ta ndorojë. Shiko. Ka vende pa fund. Është ndryshëm, dakord, po. Ne do të për procedurën, nuk po flas për partia atje, është aq e ndjeshme. Policia politike. Partia është aq e ndjeshme atje. Partia është aq e ndjeshme atje, nuk ndryshe nga këtu, sepse edhe fakti që se kërkon partia këtu është prapë dëshmi e faktit që ata janë në rresht të gjithë. Por atje tregon sepse partia është e ndjeshme, ka sesën e përgjegjësisë, funksionon, nuk është decentralizuar. Politike në raport me dhe atje nuk ka ardhur sepse partia do ta heqi, por partia ka parë që qeverisja
i shkaktonte edhe kosto reputacionale, kosto ekonomike, dhe kishte mjaftuar shumë ndryshim në opinion publik që s'kishin nevojë me dalë protesta ata, sepse ata e kuptuan këtë gjë, mjaftueshëm, janë vëmendshëm dhe e bën presionin për ta hequr. Tani proceduralisht e kërkoi partia por nuk e bëri partia për qeverit vetë, është një parti që ka dhënë votë-besimin, por sepse shikojnë që keq qeverisë ose dështon, ose nuk përmbush përpritshmëritë, ose ka pakrajsi. Dhe kjo është demokracia normale. Ku ti kërkohet kjo, Rama Evdoreqen? Ti thuan në shesh dhe unë them bashkë me ty Rama Evdoreqen. Ku ti kërkon? Se Rama se Evdoreqen me të kërkuar. Po pse mos ta kërkojë bër? Si element i përgjegjësisë politike. Por ne duam të jemi normale. Shikom, një ndër gjërat kryesore. Nuk vlen kjo. Të protesta është diçka që konsiderohet si normale, është abnormale. Do më fakti që këtu konsiderohet si tabu me kërku dorëheqjen, sepse këtu mendohet që është si monark. Edhe s'mund dorëheqjen. Tabu nuk është tabu. Po tabu po trajtohet kjo. Po çysh guxojnë ta thot Sejdar Asej thot. Çysh guxojnë ta? Pse guxojnë ta? A se dinë që jemi në Shqipëri? Në Shqipëri nuk kërkohet dorëheqja. Kështu po thua. Turp të vi këtyre që ta kërkojnë dorëheqjen në Shqipëri. Se Shqipëri, po kështu e the. Ka lidhje me Po kështu ti 2-3 herë nuk kuptove këtë gjë. Nuk kuptove se në Shqipëri është normale, pse kërkojnë? Kam nën kuptime, unë tash që kërkesë se realizohet. Nuk kam nën kuptime unë fare se unë s'jam pjesë asnjë partie politike, nuk ma ndjen për asnjë parti politik. Atëherë pse thua 3 herë? S'do ta kërkojnë. Po mirë ta kërkojnë. Në Evropë ku do futemi neve jam dorëheqje edhe mbretërit. Abdikojnë mbretërit. O Adri, duhet respektohet ajo që ke votuar, ato që kanë votuar këta në parlament. Mirë, ndromendje njeriu, por ç'është punë? Si mendje, kjo mendje është me ligj. Ç'është me kontratësh? Po është me ligj, pse ke ligj? Unë legitimitetin më. Po si e u kam? O qeveritë italiane. Historikisht ka pasur moshë mesatare 13 muaj. Ai që thot kam 800.000 vota, ku e ka humbuar? Po tani shpëdojmë, të rifutem në zgjedhje, të ri nxjerrje. Po kërkon zgjedhje të reja, po ndryshon ligjin i thot Koçi se. Më fal. Po i bë zgjedhje prapë. Nuk është dramë, e të japi dorëheqjen. Po se e zgjedh parakoshme. Edhe Ylli Bufi la dorëheqje, po zgjedh parakoshme. Po nuk ka sens, ta kërkoj mund dhe ti të ditën. Do flasim vetëm si instrumenta. E përmendë për të bërë absurditetin e herë fundit kur zon dorëheqja për përgjegjësi ore. Shiko tani këtu. Neve s'japin dorëheqje për përgjegjësi, kjo nuk është standard evropian. Po them si është standardi i dorëheqjes. Evropian. Si është standardi i dorëheqjes? Standardi i dorëheqjes është edhe kur të ndodh diçka, të zvënës kryeministri apo Cameroni ka dhënë dorëheqje për festa apo pa djenim tënde. Ka akuzohet nga prokuroria. Akuzohet nga prokuroria. Ne jep një vendim gjykate për këtë. Cameroni dha dorëheqje për festën mes përgjegjësia politike, po të kishte vendim gjykate është tjetër gjë. Njeriu quhet i fajshëm kur në të tre shkallët e gjykimit del. Nuk po merremi se çfarë quhet i fajshëm. Përgjegjësia politike është kjo që ky kryeminist edhe në rast se nuk ka pasur dieni se çfarë ka ndodhur me filan ministër, me filan zëvendës kryeministër, më pas me tjetër zëvendës kryeministër. Përgjegjësia politike është këtu mbaj përgjegjësi për këtë që kam zgjedhur, pavarësisht se s'jam fajtor. Ne po jap dorëheqjen dhe po kërkoj prapë votë besimin, nëse ju më besoni apo jo. Ti kërkon këtë në fushat me kujim. Në fushat tua, ky kryeminist duhet të ikë se ka bërë 1 2 3 4 5. Ky nuk ikën dot me protestë, nuk ikën dot. Po sepse është autokrat. Po nuk kanë ky nuk ikën sepse është autokrat, se s'do të ikë. Thuaj çfarë duash, do të them se ti autokratësh. Pse në vendet është autokrat, unë jam plotësisht dakord me ty. Po kjo është tjetër çështje. Jam plotësisht, pra është autokrat. Si do ta heqësh këtë autokratin, por se kam patur Xhelal Mziun aty ku je ulur ti dhe kemi bërë këtë debat. Debatin e bëm këtu me Xhelalin dhe në darkë doli doktor Berisha dhe tha atë që thash unë, atë që tha Xhelali. Është problemi i madh ky. Unë po të them, më trego si hiqet ky autokrati, mos e thënë. Tani protesta është një instrument presioni, është instrument reagimi i shoqërisë ndaj një padrejtësie. Si do të Sali Berishën ju do ishni Edi Rama. Po kjo nuk shkon. Po nuk shkon jo mos bëjmë. Çiko, ne po flasim për qeverisje, po flasim për një mentalitet politik ku mbajmë përgjegjësi. Duhet ikë Sali Berisha para Nanos. Edhe erdhi Sali Berisha pra. Tani ju thoni ti ke Edi Rama dhe Saliu. Nuk shkon më është fare pa morale kjo. Unë të ftoj domethënë të s'ka moral sepse shko edhe një herë fjala. I thrasim ndërgjegjes dhe kur flasim për politikë mos bëjmë vetëm lëra fjalësh. Jo, nuk bëj. Se kam fare ftoj ti thrasësh her pas here në moment caktuar se jam i bindur që ju thrisni her pas here. Edhe moralit politik, po dhe edhe ndërgjegjes. Ky vend në këtë mënyrë qeverisje, me këtë lloj debati, me këtë lloj parlament nuk mund të vazhdojë të funksionojë. Shumë se sa fjala edukon modeli. Tani, ti kur je në opozit, ti duhet të ofrosh modelin i cili të jetë më i mirë se sa modeli që ka qeveria dhe pastaj të bësh moral. Nuk bën dot moral kur modeli yt është më i keq se sa i. E para, ne po flasim ne të dy që jemi këtu. Gjithë secili nga ne ka një zë të caktuar, qoftë në parti,
dikur e keni pas, tani mbase e keni pak më pak të zëshëm. Pikërisht pra, tani ne të dy i flasim shoqërisë. Dhe i flasim shoqërisë dhe themi që çfarë duhet të bëjmë këtu, se për të dy merrem me politikë. Apo jo. Dhe çfarë duhet të bëjmë ne, cili është vizioni se çfarë duhet të bëjmë, shoqëria të na dëgjojë, se çfarë duhet të bëjmë për të përmirësuar qeverisjen. Dhe situata ku ndodhemi sot, në raporti qeverisë me qytetarin, i pushtet ushtruesit me qytetarin, nuk është e mirë. Ka arrogancë të theksuar, dhe të gjithë e kemi vënë re, socialista apo demokrat. Keni ju kritika për Partinë Demokratike, edhe unë kam. Po kjo s'ka të bëj me këtë çështje. Ne po flasim për elementin bazë. Elementi bazë sot kush po na qeverisë. Njerëzit deri tani janë detyruar zgjedhin mes dy palëve. Jo, më kanë mundësi sot të zgjedhin. Kanë mundësi siç e treguan dhe zgjedhjet. Nuk e di çfarë do ndodhi më parë. Kjo pak rëndësi ka. Kjo pak rëndësi ka. Problemin sot e kemi në momentin që po flasim. Kemi një qeveri që nuk përfaqëson interesat e qytetarëve. Dhe jo vetëm kaq, po sillet me një arrogancë. Po arrogancë. Fal, arrogancën. Po mos i gjejmë se duhet sa fakte këtu. Përfaqëson asgjë qeveri. Ja u themun. Dhe meqense më ndryt për saktësim të publikut. Ja po ja u them. Debati është e para një herë do më duhet të saksoj publikun për atë që sa po thash. Në 2023-in, për djenin tuaj, 421 miliard lekë kanë qenë eksportet. Në 2024-ën, jo ta din njerëzit, në 2024-ën 373, nga 424 zbritën në 373 milion. Në 2025-ën 326 milion, si pas të dhe nga vetin. Tani më thuaj raportin e eksport-importe, se duhet t'i thuash të dy palët, mos u me dy këmbë. Patjetër. Me dy këmbë. Sa kanë qenë importet, sa kanë qenë eksportet? Ja u them unë, importet janë rritur. Ja po ja u them unë, nga viti 2024, në vitin 20% është rritur diferenca. Bilanci pra bilanci. 20.7% është rritur diferenca e importet me eksportet. Po, që do thotë thellim të deficitit tregtar. Tani për ta lënë këtë diskutim dhe për të kthyer prapë që po flisit për shifrat. Do bëjmë emision në vete po tjetër. Ajo që po thoja është që ata njerëzit janë çuar pikërisht sepse ne gjithmonë e trajtojmë historinë, jo po se kur ishit ju, jo po kur ishim ne. Por sot kemi një situatë. Sot kemi një situatë ekstreme dhe kemi një arrogancë kësaj qeveri, e reflektuar në të gjitha nivelet, edhe brenda familjes tuaj. Kjo arrogancë vjen si pasojë e një modeli të sjellë në jetë nga Zoti Rama, e fuqizimit të unit, e njeriu dhe jo fuqizimit të institucioneve. Dhe kjo është më se dukshme sot, e ndjen çdo familje, e ndjen çdo qytetar. Dhe pikërisht në këto momente që këta qytetarë janë çuar, të cilat kërkojnë një zgjedhje të re. Modeli që ofron opozita dhe modeli që ofron fatkeqësisht dhe protesta është modelin, zoti Koçi, modelet që do hidhen në treg kur të bëhen zgjedhjet mund të jenë të shumë llojshme. Ka tashmë disa parti. Të se di, fatkeqësisht deri tani janë disa parti. Problemi është kam parë një kryetar partie që mori një dokument dhe ja futi vrap. Problemi pak rëndësi ka kjo. Imagjino tani ai do bëhet burr shteti. Ore do merremi me fuqizimin e institucioneve dhe modelet e qeverisë. Po s'janë pra, ka dështuar ky protagonisti që po qeveris sot. Ka dështuar edhe me reformën territoriale po doni, dhe hapni shikoni shifra edhe në raportet e shpenzimeve operative mbi pagat dhe punonjës. Se një nga arsyet kjo ishte që u kriju. Do kursejmë para, do administrojmë më mirë, do kemi më shumë investime. Ndërkohë që me sa duket reforma territoriale dështoj sepse ka më shumë të punësuar, më shumë para të shpenzuara për zërin shpenzime operative. Ka do patjetër, sonë them sa funksionet pushtetit. Jo vetëm kjo. I kanë shkuar pushtetit lokal, do ta bëjmë këtë analizë, por nuk del koha për këtë emision. Se edhe këtu mund të bëjmë. Edhe këtu keni kritika për moshollar. Sa funksione nga pushteti qendror kanë kaluar te pushteti lokal për të parë ai se si është shtuar numri të punësuar. Zoti Darazi i vinë në kohë reale shifrat zotit. Jo, po mirë, jam më mirë, dhe unë kam këtu, s'ka nevojë të më vinë. Problemi është nëse bëhet ky debat duhet bëhet në kontekst. Nuk mund të bëhet debati duke thënë 2-3 gjëra duke kaluar. E kam dëgjuar edhe këtë teorinë unë zotit Rama që për emisionin e vet. Normal. Në teorinë e këtij filozofit anglez që thotë që sa më shumë të rritet e mira, aq më shumë rritet pretendimi për më të mirën. Ndërkohë kam përshtypjen që kjo teori nuk pi ujë në situatën kemi, sepse pensionistët sot nuk është se po bëjnë pushime në Maldive dhe i duan t'i bëjnë në Karaibe. Pensionistët nuk shtyn dot muajin. Të rinë sot nuk është se kanë një shtëpi në Tiranë dhe kërkojnë një shtëpi të dytë dhe një shtëpi të dytë. Kur i kanë bërë pensionistët pushimet në Maldive?
Ore, po kjo s'ka lidhje më, është metaforë, burr. Po është metaforë pra tash të lutem, do i qëndrojmë logjikës apo jo?